Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me vezë që nuk ka ngelur njëri pa e provuar, rezultati do ju befasoj. Të gjithë e kemi dëgjuar shprehjen se flokët janë gjysma e bukurisë. Kjo e bën mjaft të rëndësishëm faktin e të paturit flok të shëndetshëm dhe njëkohësisht të shëndritshëm. Gjyshet tona na kanë thënë shpesh se flokët tona janë një filiz i çmuar. Ne duhet t'i uisim dhe t'i ushqejmë ato që të rriten si një pemë e shëndetshme, fortë dhe plot gjallëri. Ndaj, në këtë video ne do t'ju tregojmë disa maska natyrale të cilat do t'ju ndihmojnë të keni flok të shëndetshëm dhe plot me shkëlqim. Mask flokësh me vezë. Vezët janë të mbushura me vlera të shumta ushqyese, duke filluar nga vitamina D, B, A me hekur dhe njëkohësisht proteina të shumta. Në fakt, proteinat të cilat gjenden tek veza i gjejmë në cilësinë më të lartë se në çfarëdo ushqimi tjetër. Vezët kanë vlera ushqyese mbi flokët tona duke filluar që nga proteinat. Proteinat ushqejnë rrënjët e flokëve, inkurajojnë rritjen, acidet e ngopura, u japin flokëve një lustër me shkëlqim, kaliumi i cili kuron flokët e thatë dhe njëkohësisht të dëmtuar, vitamina A e cila ndalon djegjen e flokëve, vitamina D e cila ndalon rrënjën e flokëve dhe vitamina B12 e cila nxit rritjen e flokëve. Gjithashtu vezët përmbajnë kalcium, i cili është një element që nxit rritjen e flokëve dhe është mjaft i rëndësishëm për thithjen e duhur të vitaminës D. Përbërësit që juve do t'ju nevojiten për këtë mask janë një vezë. Për flokë veçanërisht të gjata apo të trasha, atëherë përdorni 2 vezë. Ju duhet një filxhan qumësht ku për flokë të gjatë me gjatësi deri tek supi mund të përdorni gjysmë filxhani dhe gjithashtu ju duhet një limon i shtrydhur dhe 2 lugë vaj ulliri. Së pari duhet të ndani të bardhën e vezës nga e verdha sepse do të përdoren në varësi të llojit të flokut tuaj. Për flokët e yndyrshëm duhet të përdorni vetëm të bardhën e vezës në këtë recetë. Për flokët e thatë përdorni vetëm të verdhën e vezës dhe nga ana tjetër për flokët normal mundet që të përdorni që të gjithë vezën. Vendosni njërin nga pjesët e vezës në varësi të llojit të flokut në një tas të pastër dhe rriheni me një rrahse vezës. Shtoni qumshtin dhe vajin e ullirit dhe përzijeni mirë. Më pas shtoni lëngun e limonit të shtrydhur dhe vazhdoni t'i përzijeni. Kjo do t'i jap kokës tuaj një ndjenjë freskie. Masazhojeni këtë përbërje në lëkurën e kokës duke filluar nga rrënjët dhe duke përfunduar në majat e flokëve. Mbajini maskën për plot 15 minuta. Mund të përdorni edhe një qese plastike në kokë në mënyrë që të mos bëni pjesë ambientin me pikat e vezës. Pasi e keni mbajtur këtë maskë për plot 15 minuta në kokë, shpëlajini kokën njëkohësisht me ujë të vakët duke eliminuar të gjitha papastërtitë që mund t'ju ketë lënë veza në flokët tuaj. Përdorni një shampo organike frutash për një pastrim përfundimtar. Ndërkohë, këtu ne do t'ju japim edhe disa këshilla të shpejta të cilat do t'ju ndihmojnë ju në ruajtjen e flokëve tuaj dhe në mirëmbajtjen e tyre. Siguroni që t'i keni larë shumë mirë flokët, veçanërisht nëse keni flokë shumë të gjata. Mos i lani flokët me ujë të nxehtë sepse do të duket sikur po e gatuani vezën e maskës që keni përdorur në flokë. Shpëlajini flokët me ujë të ftohtë dhe bëjeni këtë veprim sa herë që është e nevojshme. Për të hequr erën e vezës, shpëlajini flokët me ndonjë shampo, me ndonjë aromë frutash si për shembull lule shtrydhe dhe në këtë mënyrë era e vezës do të zhduket.
Në rast se lëngu i limonit ju jep ndjesi djegjeje në lëkurën e kokës, atëherë përdorni raportin 1:2 të lëngut të limonit për vezë. Për këtë mask, ju mundet që ta përdorni një herë në muaj. Shumë prej vajzave dhe grave e gjejnë veten gojëhapur dhe ëndërrimtare para reklamave për flokë të bukur të dëndur dhe njëkohësisht voluminoz dhe plot shkëlqim. Ndonjëherë këtë flokë duken një ëndër e pamundur, megjithatë shumë prej nesh e dinë se sekreti pas një floku të shëndetshëm qëndron pikërisht tek kujdesi i duhur. Një prej ushqimeve më të mira për flokët është veza. Ajo është e pasur me proteina, minerale dhe vitamina të kompleksit B, të cilat janë thelbësore për shëndetin e flokut. Këto ushqyes janë kontribues të drejtë për rritjen, volumin, shkëlqimin dhe dendësinë e flokut tuaj. E bardha e vezës është një burim i pasur me proteinë, magnez, kalium dhe riboflavin që rrisin flokët. Megjithatë, e bardha e vezës nuk e zbut flokun si e verdha. Kjo e fundit është një burim i pasur i vitaminave të kompleksit B dhe të acidit folik. Ajo përbën një element tepër të pasur vitaminash të kompleksit B dhe njëkohësisht të acidit folik. Ajo përbën një alternativë të shkëlqyer, sidomos për njerëzit të cilët kanë flokë të thatë. Kombinimi i të dyjave rekomandohet për njerëzit të cilët kanë flokë normal ose mix. Maska me vezë për flokët normal. Përzdini një vezë të plot me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe lyeni flokun në tërësinë e tij. Ndërkohë, sipas ekspertëve, duhet të dini se kjo mask duhet mbajtur për 20 minuta dhe më pas flokët tuaj duhen larë me ujë të ftohtë. Këtë mask bëheni 1 apo 2 herë në javë dhe gjithashtu ajo ruan ekuilibrat e yndyrave dhe përmirëson rritjen e shëndetshme të flokëve. Maska për flokët e thatë. Për këtë mask juve do t'ju nevojiten 2 të verdha vezësh dhe një lugë gjelle me vaj ulliri. Lyeni flokun dhe mbajini maskën për 20 minuta. Më pas, lajni me ujë të ftohtë dhe kështu aplikoni zbutës. Maska duhet përdorur 1 apo 2 herë në javë. Floku juaj do të jetë i butë, ndërkohë që skalpi do të marrë të gjithë ushqyesit e nevojshëm. Maska për flokë të yndyrshëm. Për këtë maskë ju mundet që të përdorni të bardhat e 2 vezëve dhe njëkohësisht, sipas dëshirës, një lugë gjelle me vaj ulliri. Përzdini së bashku dhe më pas lyeni flokun. Maska duhet mbajtur për plot 20 minuta dhe më pas floku juaj duhet larë me ujë të freskët. Kjo masku jep flokëve mundësinë për të patur volum dhe njëkohësisht i zbut ato. Maska për rritjen e flokut. Përzdini gjithashtu të bardhat e 2 vezëve me 2 lugë gjelle gjel të aloe verës. Maskën mbajini në flok për deri në 60 minuta. Më pas, flokun lajni me ujë të freskët. Maska me vezë dhe banane. Fusni banane në një mikser, shtoni një vezë të plot dhe pak vaj ulliri dhe përzieni derisa të përfitoni një maskë kremoze. Aplikojeni maskën në rrënjë dhe gjatësinë e flokut dhe mbajini për 15 deri në 20 minuta. Lajni me ujë të freskët. Kjo është një maskë perfekte për flokë të thatë, për ata të cilët duan edhe volum. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar
dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.